kemi të flasim për këtë ditë të bukur, të shenjtë, të Bajramit, por do doja të ndalesha pak te udhëtimi jonës në Mekë, për të na treguar pak për eksperiencën e saj aty. Ka qenë vjet udhëtimi yti i shumë pritur, se kushdo ta dëshironte një udhëtim në Mekë. Udhëtimi im në Mekë në fakt ka qenë kështu, siç e the dhe veti, shumë pritur, por unë kisha një periudhë kohe që e kisha planifikuar, jo nga ana monetare, nga çdo anë tjetër, po se thoja që gjatë kohës që unë praktikoja namazin, isha gjatë gjithë kohës që ja, Allah të lutem, ma mundësoj që edhe unë të shkoj në shtëpinë tënde, të vinë Mekë, por sepse do thoja që udhëtimi për në Mekë është një ftesë nga Zoti, domethënë, nëse ti shkon atje, thjesht e di që e ke ftesën nga ai. Edhe ndodhi një moment që mua më erdhi një ftesë nga një miku im dhe nga një shoqja ime dhe thanë që ne po planifikojmë që të shkojmë në umre, a do të na bashkohesh? Dhe isha kështu, okay, kjo është dita ime. Ka ndodhur në muajin nëntor, në momentin çfarë të bëri përshtypje? Çfarë kishe imagjinuar dhe çfarë gjete? Të gjithë aty në qendër, të gjithë bashkë pa dallim statusi, pasurie, komësie, të mbledhur bashkë në një pikë të përbashkët. Pikë së pari mendova që sa shpejt ma pranoi Zoti lutjen. E dyta ishte që kur ne Mekën e shikojmë nga televizioni ose nga figurat në rrjetet sociale, themi që okay, domethënë, por kur shkon aty unë nuk mund ta shpjegoj me fjalë sepse është thjesht ndjetësi. Domethënë, është një ndjetësi që vërtet unë nuk arrit ta shpjegoj dot me fjalë. Ka njerëz që kur shkojnë aty qajnë. A qave jona? Po, në momentin e parë që unë kam parë Mekën, thjesht më ka hip një qarë që unë nuk e kuptova pse, domethënë, prandaj them që unë po, lotëzimi, një lloj paqe, një lloj ç'a ndodh? Pse qajnë njerëzit kur shkojnë në Mekë? Është thjesht një ndjesi që ti takon ose shef vendin e parë ku ka shkel profeti Muhamedi alayhis salam, profeti Ibrahim kanë shkel shumë profet. Edhe domethënë kur ti e sheh veten aty, sepse domethënë në momentin që ti beson edhe praktikon fe muslimane, për ty janë shumë të rëndësishme gjërat. Edhe tavafi që bën gjatë Mekës, edhe koha që shpenzon aty, sepse një namaz aty është i përcaktuar sikur ti ke fal 70.000 namaz, domethënë ka peshë shumë të madhe. 100.000 namaze. Mund të më korrigjoni se unë nuk jam e fushës, nuk jam teologe, por që me njohuritë time të pakta, domethënë aty janë të gjithë në një veshje, pra jo, domethënë për burrat është veshje e haramit. Ajo është momenti ku bëhet umra, rituali i umrës që zgjat 3-4 orë, pastaj heq atë pëlhurën e bardhë. Por që pastaj vesh rroba normale. Ndërkohë për negocat nuk është se është nuk ka diçka specifike, ti mund të vishësh shumë si të duash. Ajo veshje e bardhë për ne tregon që domethënë kur largohesh pastrimi i shpirtit, pastërtia, bardhësia e zemrës, edhe kur largohesh nga kjo botë, një copë pëlhurë do të marrësh me vete. Ka një simbolik më të thellë, pra, përveç se pastrimit. Merr mesazhe drejt për drejt aty. Se çfarë është jeta? Po. Çfarë kuptimi ka ajo dhe si duhet ta jetosh, edhe çfarë duhet të bësh që ti jesh një njeri më i mirë. Bëre një lutje? Kam bërë shumë lutje, jo një lutje, kam bërë për gjithë botën, kam bërë edhe për personat që aktualisht unë do e përmend, sepse vërtet ky Ramazan më ka rikujtuar shumë se sa me fat dhe se sa falënderues duhet që të jemi për luftën në Palestinë dhe për gjithë luftrat kudo që po ndodhin tani. Edhe uroj shumë që këto gjëra që bëhen nga njerëzit vetë të ndalojnë së bëri dhe të ndalojnë së marrë jetë njerëzish të pafajshëm. Kjo ka ndodhur shumë vite, ka ndodhur me vite me radhë, por që këta persona që nuk kanë asnjë hurmë për të hapur iftarin, ti bëjmë lutje që Zoti t'ja lehtësoj këtë gjë. Një ndër lutjet që unë kam bërë ka qenë për popullin e Palestinës, edhe do vazhdoj ta bëj akoma edhe në këtë ditë të Bajramit. Kështu që për familjen time, për shoqërinë, për gjithë njerëzit besimtarë, sepse duke parë edhe shembullin e profetit alayhis salam që është Kurani që ecën në tokë, që ashtu është ilustruar, në momentin e fundit të jetës ti ka thënë umeti im, domethënë, që prapaj nuk mendoj veten e vet, po mendoj popullin e vet. Kështu që ne ndoshta nuk mund të arrijmë. Pas këtij udhëtimi të shumë pritur, shumë dimensional, ti jona u ndjeve më afër me Zotin apo gjete më shumë veten, u afrove më shumë me veten? Unë pasi u ktheva, sepse në familjen time janë gjithë besimtarë, janë gjithë praktikantë, edhe mami dhe vllai edhe motra, edhe unë isha në një botë ndryshe, si të thoja, domethënë më duke shëbota vetja sikur ku jam, sepse nga një gradë shpirtërore shumë lartë që je në Mekë, kthehesh prapë tek vendi jot që përballesh me njerëz, me situatën, me rutinën.
Edhe thjesht në një moment pyeta mamën dhe i thash ma unë du të mbulohem, sepse një ndër duat që unë... Kjo do të thoya që më pas udhëtimit në Mekë, ti more vendimin për të vënë Shami. Ajo ka ndodhur një vit pasi më kam bërë umrën, sepse falë Zotit mamën e kam pas mbështetjen më të madhe, edhe kur mamit unë i bëj këtë pyetje, sepse pa lejen e prindrit ti nuk mundet të vendosur dot Shamin. Mamin tha thjesht unë një pyetje do të bëja, je gati? Dhe unë pash veten time që në ato momente nuk isha gati. Shamia, domethënë vendimi për të vendosur Shamin ka ardhur një vit mbas umrës. Ka qenë thjesht një moment që unë jam ndryer shumë afër me Zotin në ato momente. Pata një periudhë, një situatë në jetën time që nuk e di, unë ndjeva shumë lart edhe në momentin që po lexoja Kur'an, më ra jeti i surës Nur ku thot ja Muhammed suj femrave ose grave që po nëna besimtare që të hedhin mbulesat e tyre në krahërorët e tyre, dhe unë thash, okay, kjo është dita ime. Thjesht vendosa dhe nuk i thash asnjë njeriu. Me Shami dhe si ndjehesh ti? Unë ndjem sikur e kam pas gjithë jetën, me thënë të drejtën, edhe sa herë që diskutoj me shoqërinë time, më thonë që nuk të mbaj mend kur ke qenë pa Shami, domethënë pavarësisht se karriera ime ka qenë pak, siç e thatë vetë, unë jam gazetare, kam shkruar artikuj, kam një karrierë timen, edhe në web akoma dhe tani ekzistojnë disa foto që jam unë pa Shami, nuk kam mundur dot që të bëj kërkesë për heqjen e atyre fotove, por që unë kam një të kaluar dhe unë nuk e fshet dot. Kështu që është kjo raportit midis meje dhe Zotit, kështu që Shamia është e përjetshme, mund të marrin vendim një ditë një grua për ta hequr? Njeriu është i lirë. Shamia është një obligim fetar, po obligimi më i madh është besosh Zotin. Tani kur ti merr vendimin të besosh dhe ta praktikosh besimin, edhe Shamia është një pjesë... Jo, mund të besoj, po thjesht do ta heqë Shamin, ka marrë një vendim se s'po ndihet për ta mbajtur. Njeriu nuk është, njeriu është i lirë të veprojë. Zoti thon në Kur'an që ne kemi lënë njeriun të lirë. Ja të besoj, ja të mohoj, ja të veproj, ja mos veproj. Pra është i lirë njeriu. Ja ka lënë dorë njeriu vetë të zgjidhë, jo imponuar. Edhe kjo është e bukur e kësaj.